Paralajmërimi përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe të Sigurisë, Kaja Kallas, se do të shqyrtojnë mjete alternative ndaj dialogut në mënyrë që Kosova dhe Serbia të bëjnë hapa drejt normalizimit të raporteve, po konsiderohet se mund të prodhojë rezultate konkrete në këtë proces. Përkundër që ka pa qartësi se çfarë instrumente mund të përdoren, njohësit e dialogut potencojnë nevojën që Bashkimi Evropian të ndryshojë strategjinë për këtë proces, pasi i njëjti deri më tani nuk ka sjellë asgjë. Kryediplomatja evropiane ditë më parë potencoi se dialogu Kosovë-Serbi ka ngecur dhe se po mbledhin ide që të dalin me një propozim për normalizimin e plotë të marrëdhënieve. Ish-diplomatja kosovare Alma Lama thot për Kosova Press se kjo është një pikpamje dhe energji e re që mund të sjellë rezultate praktike në dialogun Kosovë-Serbi. Kam të qartë se cilin instrument do të përdor Bashkimi Evropian dhe zonja Kallas, por është e rëndësishme që ajo e shikon që është e nevojshme ndrimi i strategjisë për sa i përket dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ku strategji e cila do të prodhonte më shumë rezultate, sepse siç e kemi parë, dialogu përveç marrëveshjeve në letër nuk ka prodhuar ndonjë gjë dhe mbi gjitha nuk e ka lëvizur as pak pozicionin e Serbisë drejt njohjes së Kosovës, por nga ana tjetër Serbia nuk është ndëshkuar në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, sepse në fund të ditës ky është instrumenti që ka në dorë Bashkimi Evropian të kushtëzojë antarësimin. Kushtëzimi i antarësimit lidhet edhe me një gjë tjetër, fondet e BE-s. Serbia vazhdon të përfitojë fonde të shumta nga Bashkimi Evropian dhe as kjo politikë nuk është se është përdorur ndonjëherë ndaj Serbisë, sidomos kur kanë ndërmarrë veprime të cilat kanë cënuar sigurinë në Kosovë. E rëndësishme është që zonja Kallas vjen me një energji të re, vjen me një pikpamje të re për sa i përket ridizajnimit të dialogut dhe do të shohim se si do të ndodhë kjo. Analisti politik Seb Bytyqi thot për Kosova Press se kryediplomatja e BE-s duhet të drejtojë presionin politik më shumë ka Serbia. Theksi ishte te normalizimi jo përmes dialogut, fatkeqësisht deri më tash e vetmja alternativë që është provuar është fokusi te marrëdhëniet ekonomike apo marrëveshjet ekonomike, por që nuk është diçka që shkon në favor Kosovës dhe shpresoj që kur zonja Kallas flet për normalizim jo përmes dialogut, shpresoj që nuk e ka fjalën për ndonjë iniciativë ekonomike, sepse nuk i shkon për shtati Kosovës. Ajo që është më e logjikshme dhe që është bërë e domosdoshme pas zhvillimeve të fundit në arenën ndërkombëtare është që të ketë njohje të Kosovës nga BE-ja si organizat dhe BE-ja të filloj ta trajtoj marrëveshjen dhe obligimet si punë e kryer dhe mos të pritet që të zvarriten gjërat sepse tashmë është e qartë që Serbia nuk synon që ta implementojë marrëveshjen. Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në shkurt të vitit 2023 kanë arritur marrëveshjen bazë në Bruksel, ndërkaq pas një muaji me 18 mars janë pajtuar për aneksin e zbatimit të saj në Ohër të Maqedonisë së Veriut.